Komandanti i stacionit të policisë së Mitrovicës së Veriut, Recep Kastrati, nuk ju përgjigj ftesës për të marrë pjesë në seancën e Kuvendit Komunal dhe për të paraqitur raportin vjetor mbi punën e policisë, i cili ishte në rend të ditës së seancës së sotme. Kryetari Ivan Zaporozhac tha se ftesa është dërguar me 19 mars dhe se komandanti ka refuzuar të paraqesë një raport para këshilltarëve. Kryetari i Komunës së Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, vlerësoi një vendim të tillë se është një mesazh i keq për qytetarët dhe institucionet lokale, ndërsa Zaporozhac e kujtoi se këshilltarët kanë shumë pyetje në lidhje me situatën e sigurisë në qytet. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka udhëtuar në Francë për një vizitë zyrtare. Sipas kabinetit të tij, Kurti pritet të ketë një takim dhe drek pune me presidentin francez Emmanuel Macron. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha mbrëm se Kurti do të paraqesë 2 kërkesa në Paris: që Franca të vërë kusht Serbisë që armet që ajo blen të mos përdoren kundër shqiptarëve dhe që mbështesin propozimin që NATO-ja të largohet nga zona sigurisë toksore në veri dhe që forcat e sigurisë së Kosovës të vinë në veri. Analisti Srdjan Baras deklaroi se nëse KFOR-i tërhiqet nga veriu i Kosovës, serbët do të jenë në një krizë dhe edhe më të madhe dhe më të thellë dhe në frikën e përditshme të një sulmi fizik me qëllim dëbimit të tyre përgjithmonë. Siç pohon ai, ky është edhe një plan i Albin Kurtit, i cili erdhi në pushtet me sloganin pa negociata. Baras vlerësoi se dje Vučić i dërgoi një mesazh shumë të rëndësishëm diplomatik Kurtit, strukturave të sigurisë në Kosovë dhe Macronit, se Serbia di se çfarë është në truezë dhe se ata duhet të vlerësojnë politikisht, dhe nëse ideja e saj takimi të tillë nuk është një mesazh miqësor për Serbinë. Pas takimeve të shumta gjatë vizitës së tij në Prishtinë, zëvendësdrejtori i përgjithshëm i shërbimeve veprore të veprimit të jashtëm, Emanuel Gjiofre, tha se ishte inkurajuar nga vendosmëria e Kosovës për të vazhduar përparimin e saj në rrugën europiane. Ai shkroi në rrjetin social X se u takua me Albulena Haxhiun, kryetarët e komunave në veri, Jetën Zulfajn dhe partnerët ndërkombëtar. Dje Gjiofre u takua edhe me përfaqësuesit e listës serbe, cila siç njoftoi është kushtuar vëmendje e veçantë zgjidhjes së lidhjes me dokumentet dhe automjetet. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me dekretin për shpërbërjen e kuvendit, analisti Belzim Kamberi theksoi se situata aktuale po përdoret më shumë për betejë politike se sa për zgjidhje institucionale dhe shton se ky vendim është një lloj fitore për vetëvendosjen. Kamberi deklaroi se skena politike në Kosovë nuk është e fokusuar në zgjidhjen e krizës rreth zgjedhjes së presidentit, por në ndërtimin e një narrativi të fajt. Kamberi vlerësoi se ky vendim përfaqëson një avantazh për lëvizjen vetëvendosje sepse kuvendi nuk u shpërbë. Politologu Avdi Ismailaj thot se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk i përshtatet asnjë partie politike dhe se Kosova mund të shkojë në zgjedhje sepse të gjitha partitë janë në fakt pro një rezultati të tillë, megjithse disa nuk e kanë pranuar hapur këtë. Lëvizja vetëvendose, pasi çështja shkoi në gjykatën kushtetuese, dërgoi një ftesë partive opozitare, e cila është një përpjekje e vonuar për të ngjetur një zgjidhje. Të gjitha partitë presin që të mbahen zgjedhje dhe duket se Kosova do të shkojë vërtet në atë drejtim, tha Smajlaj. Duke i referuar sondazheve të fundit të opinionit publik, analistët politik Blerim Cana i vlerësoi se partitë opozitare po përballen me një rënje të mbështetjes. Ai thot se Lidhja Demokratike e Kosovës ka rreth 11%, presidenta Vjosa Osmani gëzon rreth 8% të mbështetjes individuale. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës rreth 5%, ndërsa vetëvendosja dhe Partia Demokratike e Kosovës janë në nivelin e ngjashëm me ato të dhjetorit. Sipas mendimit të tij, mbështetja për Albin Kurtin nuk buron domosdoshmërisht nga performanca e tij, por nga mungesa një alternative të besueshme në opozitë. Moti nesër do të jetë me vranësira dhe i ftohtë me shinë e male me borë, rritje të mbeteshme të lartësisë së mbulesës së borës, ndërsa lokalisht pritet rreshje më të mëdha.
kurse për javën e ardhshëm do të jetë mod me vranësira dhe i fresket me rreshe të shpeshta dhe kryesisht e lehta. Temperatura nesër do të sillet nga 3 deri në 11 gradë Celsius.